katër komuna si taj sulmet për njershme që që ka bo për porau që ke. Po, për ndryshe, në Kosovë nuk do të ketë luft, sepse ne si ishtë popull i shtypur, si ishtë për dhëmë, tani kemi ushtri, kemi polici, dhe nuk ka mundësi as një shtet, as Macedonia, as Malizi, e as Serbia, të pretendojnë me e morë edhe njëherë Kosovën deri në Trëboj. Prandaj mund të ketë incidente, të cilat kërëstisë kanë qenë të izoluara, mund të ketë edhe aksione të organizuara nga bija serbe për t'i goditur stacionet policore të Kosovës, por që janë me policë serb, e që të t'inveshën shqiptarëve, por me gjitha të këto paralajmërime. Skenarët përgatitur, skenare. Me gjitha të këto skenare tashme në të zbuluara dhe shërbimet sekrete që funksionojnë në Kosovë, të ndërkombëtare dhe të Kosovës, ma mërmenja që mund të zbardhin shumë shpejt. Dhe unë besoj që luft nuk do të ketë Kosovë, sepse ne nuk e sulmojmë as kënd, dhe edhe ne me në sulmu së mund të të skosh. Të drejtë përbrojtje e kemë? Sepse, po ne kemi thash ushtri e polici, por që kemi edhe forcat e NATO-s në Kosovë. Dhe që është një garanci e teritorit dhe suverenitetit të Republikës Kosovës. Por që nuk duhet me elon edhe mbrojtjen e Kosovës, me thonë ne na mbron dikush tjetër dhe ne po flajmë gjumë. Ne duhet të jemi aktiv çdo herë. Duhet të jemi të gatshëm çdo herë për një të keqe të mundshme. E unë besoj historia na ka treguar që pasurit ushtrie, pasurit polici nuk nënkupton që je imun se policia e ushtri ka pasur Miloševići shumë më shumë se sa çdo kusht tjetër. Po, Nasimi me shok nuk është që ja kanë respektuar shumë policinë edhe ushtrinë.